ta ruajmë shoqërinë tonë nga devijimet moderne. Pra mos krijojmë idhuj modern të kohëve të sotme. Për shembull, ky është vip thot, apo kupton filën këngëtari ose artist ose showman ose showgirl ose çka i thon këtyne, edhe fillon me adhuru, edhe fillon non stop ato me dëgju, harron edhe Kur'anin, e harron edhe krijuesin krejt, e ngon është i aftë me ndëgjue 7 orë filën këngëtare, nëse filën këngëtarin 5 orë pa ndërprej muzikas nolet aty ai i ka bujnë 100 milion klikime në YouTube, çaj këngëtare se këngëtarja, që ai bovaki vesh një person e ka ngu 10.000 herë çato. 10.000 herë bre. Kur'an me ngu 10.000 herë mëson për mësh. Mëson bosh hafiz Kur'ani. Po vallahi. Edhe tash ai. Subhanallah, kupton? E ke lënë fjalën e Zotit. Hajt po them, s'pengon fjalën e Zotit. Po mësoni gjuhë huj. Ose banoj do bësh. A di që ka njerëz sot që nuk dinë me dhon ndihmën e shpejt. Ki plot mesin tu. Që është shumë e rëndësishme ajo. Se tash ne na ka jetojmë në një shoqëri që larg qoftë një aksident, një diçka të ke qellu që ato jep ndihmën e shpejt. Nuk e dinë çto. Që është shumë e rëndësishme në shoqërinë tonë. Edhe me një kurs të vogël, një kohë si e ndan edhe mëson. Ose ka njerëz që sot nuk dinë me thon përshëndetje, mirëmëngjes, nuk dinë. Vjen profesor i kalibrit lartë e thirr nemen. Te a lop të kiru me ta çka? Profesor i nderuar. Po. A kupton? Ose i thua i nderuar, ose i thirrje respekti. Edukat është kjo. Po. Ai ka 40 vjet në arsim, e thirr nemen. Shkon ashtu. Deri kur do të mësohemi kjo rini dhe ky popull që mos bëj sjellje devijante. Devijimet moderne pastaj po kalojnë edhe në adhurime. Fatkeqësisht. Paguajnë për shembull bileta për një koncert 150 euro, 200 euro të paguajnë koncert që bëhet në Prishtinë, ta paguajnë me pa një drogerash ose një drogerash në konsumin e alkoolit, që ai mas pori vetë s'ka familje, e nuk ka çka jep mesazh ai. Ai po të këndon për familjen, e ka një pjesë rap aty, thot familja. Qa familje, ti këshurë, ti shembull, kënë e ke për balë, kush është ka ta jep mesazhin? Kupton? Se edhe në Kur'an thot, pse e thoni ato që se veproni, edhe një që të Zoti është e urrejtur ajo. Pra ti vetë maspori si e kur ku me familje tone, edhe del aty përmes artit kinse rap, po tregon që duhet familja duhet kjo. Ka kallëzën e urrë. Ku i pjashet këto mesazhe? Kur vetë nuk i amballazh